Po të vetëm që kemi dëgjuar që flet me Radojqiqin në telefon është Mimoza Kusari. Qysh me Radojqiqin që flet? Po në telefon flet, është... More let të telefon, po na konë na ullën aty, kur më ka thirrë zoti, apo shtën me përmana në përmendje. Rabushi, me banesën e tina të naltë, milion minivën, të poleti. Rabushi ka qenë tek banesa Radojqiqit? Po, këtu? Dhe mu më kaftuan 10 natës dhe im shku dhe ke o konë ullën aty me këmisht barë për vitën ndër i këtu. Pra keni pasur të çfarë viti? Sa keni qenë kryetar Mitrovica Zgjuari? Unë mendoj që në 2019. Për çka ishte ai takim? Për të bërë koalicion me listën sërbe, për të marrë pushtetin si kryeministër. Dhe ata dëshirojshin që po na bim të jemi kombinim në qeveri, por i dojshin edhe Ministrinë e Bujqësisë të kishim si akërë ne dhe ne ata më këshin fëtu mua për me bërë një bashkëpunim dhe unë s'këm dashur me bërë një gjatë të tillë, për arsye se në shtëpinë e Radojqiqit unë nuk bisedoj dhe nuk bisedoj me ta. Në Mitrovica Veriore, në banesë private? Po, sigurisht që. Zoti Haradinaj ka qenë aty takim me Milan Radojqiqin? Po. Okej. Po telefoni dëgjohet zonja Kusari të folë me Radojqiqin, për me lyp votën e listës serbe për vetë vendosjen. Ajo është proces gjyqësor, se ajo s'pe pranon, është proces gjyqësor të shijojmë çfarë bëhet. Gjyqi.